Qindra shkolla janë mbyllur dhe transporti ka hapësuar ndërprerje në Britani, ndërsa vendi po përballet me valën më të rëndë të ftohtit deri tani. Temperaturat minimale këtë të martë ranë deri në -12 gradë Celsius, ndërsa rreshtet më të mëdha të borës u regjistruan në Skoci dhe pati edhe dëbor të lehtë në Londër. Stuhia Boreti pritet të zgodasë Anglinë dhe Walesin nga etja deri të premten, duke sjellë borë të dendur, shi të rrëmbyeshëm dhe era të forta. Paralajmërimet meteorologjike përfshin veçanërisht rajonet e jugut perëndimore të vendit. Qindra qytetare janë këshilluar të shmangin udhëtimet e panevojshme dhe të përdorin masa kujdesi në rrugë. Situata është serioze edhe në pjesën tjetër të Europës. Në Gjermani temperaturat ranë në -10 gradë Celsius në jug dhe në lindje dhe rreshtet e borës mbuluan pjesë të mëdha të vendit. Meteorologët parashikojnë se një stuhi e re me rreshje bore dhe erëra të forta do të godasë vendin të premten. Në Francë, bora dhe të ftohti kanë shkaktuar ndërprerje në rrugë dhe fluturime, ndërsa 5 persona kanë humbur jetën në aksidente rrugore të lidhura me ngricat. 6 aeroporte të vogla u mbyllën në perëndim dhe veri të vendit, ndërsa autoritetet e transportit rekomandojnë punën nga shtëpia dhe udhëtime minimale. Bora dhe moti i acartë kanë shkaktuar probleme edhe në Ballkanin Perëndimor. Në Bosnjë, një grua humbi jetën në Sarajev pasi një pemë mbi ngarkuar me borë mbi të, ndërsa rrugë të bllokuara dhe ndërprerje të energjisë elektrike janë raportuar në pjesë të tjera të rajonit. Meteorologët paralajmërojnë qytetet të jenë të kujdesshme të shmangin udhëtimet e panevojshme dhe të jenë të përgatitur për kushte ekstreme të motit në ditët e ardhshme.